Zëvendës Kryeministri Albana Koçiu dhe Ministri i Infrastrukturës dhe Energjisë Enea Karakaçi inspektojnë segmentin Shirok-Zogaj. E ndjekin. Edhe që shërbimet policore dhe doganore të jenë në të njëjtën pikë kalimi kufitar. Kjo do bëjë të mundur lehtësimin e lëvizjes së njerëzve, turistëve, pasi është zonë që frekuentohet shumë edhe nga turistë huaj, me qëllim që të kenë akses kalimi si në Malzi edhe në Shqipëri. Kjo është një mundësi shumë e mirë dhe besoj që edhe duke patur parasysh programin që sapo miratuam dhe që tashmë do duhet ndjeki rrugën e ratifikimit marrëveshjes në parlament, programi Porta e Alpeve, i vjen më së miri në ndihmë Bashkisë Shkodrës, por jo vetëm, edhe gjithë qarkut do të thoja. Porta e Alpeve, në fakt, porta hyrëse është këtu në Shkodër me një projekt investimi prej 100 milion eurosh që do të shërbejë në të gjithë elementët e infrastrukturës për qytetin e Shkodrës dhe do sjellë një potencial të jashtëzakonshëm turistik edhe jo vetëm për qytetin e Shkodrës, për gjithë vendin, në fakt, për gjithë qytetarët shqiptarë. Zëvendës Kryeministri, në fakt është e vërtet. Së pari, edhe kjo aksi që ne po kalojmë këtu, që siç u theksua edhe më herët, nuk flasim vetëm për një aks rrugor, por është pjesë e një lidhje shumë të rëndësishme turistike ndërmjet pjesës së Shirokës me pjesën e Zogajt, ku ne sapo kaluam në Shirok dhe pamë se si investimi që ka bërë qeveria shqiptare para pak vitesh i ka dhënë një gjallëri dhe një ritëm dhe stimulim të turizmit. E njëjta gjë do ndodhi edhe këtu në pjesën e Zogajt. Këtu punimet, siç u theksua, tashmë janë të kombinuar, sepse kemi dhe projektin e ujësjellësit në Shirok, kanalizimeve në Shirok dhe në Zogaj dhe rrjetin 20 kV. Por ky është vetëm fillimi përsëri për qarkun e Shkodrës. Kemi investime infrastrukturore në aksin e Velipojës, në hyrjen e qytetit Shkodrës, pjesën e një, le të themi, rjetëzimit të pjesës së Bunës, duke krijuar lumit Bunës, duke krijuar edhe një pjesë më të aksesueshme për turistët dhe duke përfshirë edhe investime deri në Malësit Madhe. Siç e thashë, është një paketë të tërë investimesh të qëndësishme dhe të rëndësishme për veriun, për qarkun e Shkodrës, për të cilën patjetër po japim frytet e veta në zhvillimin turistik të këtij qarku. Ne synojmë që në mes të majit, sezoni turistik ta ketë mbaruar. Praktikisht ka ngelur vetëm pak punime, tregtare punime dhe mbylljet e fundit të ndërkohë që aksi rrugor nga Malizi është i përfunduar, ne ndërkohë vijojmë komunikimet me palën malazeze me qëllim që të vendosim edhe pikën kufitare, ta bëjmë gati nga ana infrastrukturore me qëllim që të hapet edhe pika. Do ngrihet edhe grupi ekspertëve për lidhjen dhe bashkimin e pikës kufitare midis Malizi dhe Shqipërisë, dhe kjo do bëhet e mundur së shpejti, pothuajse këtë sezon turistik, ku dhe shërbimet e tjera të rendit dhe qarkullimit rrugor do jenë të përfshira në këtë aks për të ofruar siguri dhe rend për gjithë turistët dhe qytetarët e zonës. Dhe investimi besoj se arrin shumë mirë dhe vizioni që ka bashkia për të rikthyer Shkodrën në kryeqendër rajonal për sa i përket zhvillimit turistik, po përgjithsisht zhvillimit biznesit. Dhe gjithë ky vizion dhe investim që sapo mbyllet ashtu rri krejtësisht njëra edhe me hyrjen e qytetit dhe me gjithë parkun perëndimor, me ndërhyrje që u bëjnë poshtë tek revitalizimi i Kalas, me kvartierin e muzeve, me ndërhyrjen Alpe dhe pjesën e Velipojës, apo dhe lajmin shumë të mirë që dha ministri sot për sa i përket portës së Alpeve, duke kthyer jo vetëm rritjen e numrit turistëve, ne kemi rreth 500.000 turistë në vit, si bashki me mesatare 2 netjete, pra rreth 1 milion netjete. Dhe besoj që me këtë zhvillim turistik ne jo vetëm rrisim numrin e turistëve, por rrisim edhe shpenzimet turista për ditëndrimet. Kjo është rëndësishme. Edhe për ta shpërndar pastaj pak qëndrueshmërinë jo vetëm gjatë sezonit turistik, por për ta kthyer 365 ditë turizëm.